Lidhja e saj me Gjestin është kryetema e showbizit ros. Po flasim për Egli Takon, e cila së fundmi ka befasuar ndikësit me një postim të fundit nga Prishtina. Ish banore e shtëpisë së famshme, mjaft të përfolur ndau një story në Instagram, ku shihet brenda makinës, e shoqëruar me mbishkrimin Era Prishtinë, duke lënë të kuptohet se ndodhet në kryeqytetin kosovar. Në foto Egli pozon e vetme në sedirin e shoferit, veshur me një stil minimalist por mjaft elegant. Në dorë ban syzet, por ajo që mungon është çdo detaj mbi arsyeën e udhëtimit të saj. A është kjo një vizitë e thjeshtë apo diçka më shumë? Fancat dyshojnë se pas këtij udhëtimi mund të fshihet një takim me Gjestin, apo ndoshta realizimi i një dueti të ri muzikor. Se çfarë po ndodh mes tyre, nuk na mbetet gjë tjetër veç se të presim. Një përforcimi se lidhja e tyre po vazhdon, ka ardhur edhe nga mikesha e këngëtares Egli Tako, e cila ka konfirmuar thashëthemel se çifti ndodhet së bashku në Prishtinë. Ajo theksoi se Egli është bashkë me Gjestin dhe për këtë ka një arsye shumë të madhe, duke bërë që fancat të besojnë se mes tyre do të ketë një super bashkëpunim muzikor.